إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. Të gjitha falenderimet I takojnë Allahut subhanahu wa ta'ala. Atë falenderojmë, prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Dëshmoj se nuk meriton askush të adhurohet pas Allahut azza wa jall, ai është një dhe nuk ka shok. Dhe dëshmoj se Muhamedi është robi I Allahut dhe I dërguari I Tij. Lavdat dhe paqja e Allahut qofshin mbi të dërguarin ton, mbi familjen e Tij dhe mbi gjithë shokët e Tij. Vllazën të nderuar besimtar, ju këshilloj juve dhe veten time me frikë respekt ndaj Allahut subhanahu wa taala. Pra, ti kemi frikën Allahut, ti bindemi dhe të adhurojmë Allahun një. Kemi mirënjohës dhe falenderues për begatitë e Allahut azza wa jall. Veçanti për faktin se Allahu është na udhëzoi në Islam, na nderoi me iman, na ngriti duke na bë pjesë dhe pasues të pejgamberit më të mirë, vuljes së pejgamberëve, Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Atëherë kemi mirënjohës dhe falenderues. Allah subhanahu wa ta'ala është ai që na krijoi dhe I cili na njoftoi për qëllimin e ekzistencës tonë dhe se cili duhet jetë synimi dhe qëllimi jonë. Ai është që të adhurojmë Allahun azza wa jall një dhe ta jetojmë jetën tonë në përputhje me udhëzimet e Tij dhe fenë e Tij. Rrugë tjetër Allahu nuk pranon. Inna ad-dine 'inda Allahi l-Islam. Fe e pranuar tek Allahu është vetëm Islami. Për më tepër, Allahu azza wa jall është ai që ty ta dha emrin. Allahu ka emërtuar. Huwa alladhi sammakumul muslimina min qablu wa fi hadha. Është Allahu ai I cili ju ka quajtur musliman, qysh më parë, po edhe këtu në Kur'an. Andaj, ti kini identitet, ti kini emër që ta ka dhënë Allahu azza wa jall, e kjo është fjala musliman. Po, njeriu dallohet me veçori të ndryshme, identifikohet edhe prej detajeve më të vogla. Le të njoftim aty, ID, emri, dallohesh mbi emri, numri personal, data e lindjes, vend banimi, ku jeton, cilës krahin je, cilët qytet je, vazhdon pastaj çfarë komsi je ke, dallon me profesionin tën, njerëzit dallojnë me mallin dhe pasurinë e tyre, njerëzit dallojnë edhe me pozitën e tyre në shoqëri. Dhe sot ishin njerëzit që krenohen me këtë e atë, domethënë me këto dallime dhe veçori të ndryshme. Mirë po muslimani nuk harron kurrë se gjitha këto mund të jenë begati. Edhe emri, edhe familja nga vjen, edhe vendi nga vjen, edhe komsia që ke, edhe raca që ke, edhe gjuha që ke, të në këto, pasuria, pushteti, pozita, a detyra, profesioni që ke, të në mund të jenë begati. Mirë po të gjitha këto, janë ajo zerëja dhe zerët e pafundme, të cilët nuk I prina e vlera e parë, ai nish është Islami. Ai nishi që jep vlerë gjitha këtyne tjerave, dhe jap kuptim gjitha tjerave, është emri yt musliman. Dhe çdo gjë tjetër në këtë dunjë dhe në botën tjetër nuk ka asnjë vlerë. Këto duhet ta dinë muslimani. Dhe këto duhet ta vlerëson muslimani dhe duhet të jetë mirënjohës ndaj Allahut subhanahu wa taala. Mirë po identiteti yt si musliman nuk është një emër aty veç një fjalë, jo musliman. Po është besimi yt. Është puna jote. Është nderi yt.
është ajo edukata që ja vllojmë fëmijëve tonë, është respekti që kemi me prindë tonë dhe mirësjellja me gjithë tjerë. Andaj, punë dhe vlerësoje identitetin që ta dha Allahu subhanahu wa ta'ala. Mirë po këto e bën njeriu në rend të parë duke kuptuar se kjo është një krenari dhe një begati që Allah ta ka dhënë. Pra kuptoje se të qenënit si musliman, ose që Allah të ka emërtu musliman, dhije që kjo është krenari për ty dhe kjo është nderë për ty. Andaj mosu do pësa, mosu lik shto, mosu mërzit për këte, për kundra zi t'jesh krenar, sëtë Allahu në Kur'an, wa la tahinu, wa la tahzanu, wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Mosu do pësoni, e as mosu pikloni. As mosu pikloni. Por deri sa ju jeni më të lartit, nëse jeni musliman, por nëse jeni musliman, je më i nderumi, je më i larti. Atëherë, vlerësoje këtë begati të Allah subhanahu wa ta'ala, të cilën ai ta adhuroj dhe ta dha. Sot Allah në Kur'an, walillahi al-izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minin. E gjithë krenaria i përket Allahut, të dërguarit e tij dhe besimtarëve. Kjo është krenaria më e madhe që Allahu i jep njerëzve, të qenit pra besimtar që i bindet Allahut si musliman dhe ndjek rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Muslimant gjatë gjithë historisë, për sa kohë ju kanë krenar me fenë e tyne, dhe për sa kohë ju mbajt fort për fenë e tyne, Allahu i ka ngrit dhe kanë qenë të parë. Atëherë kur distancohen, atëherë kur largohen, atëherë kur i ikun përgjegjësive ose detyrave që duhet i mbajnë, udhëzimeve të Allahut, atëherë zbret dita poshtrimit. Kështu që çdo njëri prej neve duhet të jetë i kujdesshëm. Se ky është ligji i Allahut, Ky është ligj i Allahut. Mbosh për fenë e Allahut, Allahu do të nderon, do të ngrit. Largohesh, do të poshtrohesh dhe nuk ka rrugë tjetër. Dhe nëse muslimani e sheh se ti vjen marrë mi thon dikujt mi tregu që je musliman, i vjen marrë për mbulesën, i vjen marrë për mjekrën, i vjen marrë për namazin që e fal, i vjen marrë për rregulla dhe norma të ndryshme të Islamit. Çfarë krenarie për të ai? Këta janë hapat e parë drejt humbjes së identitetit. Ai është të humb identitetin e vet. Se kjo fillon njerë të mshef, njerë e kada deri sa e humb krejt. Pro ruje identitetin tonë. Vlerësoje, nëse e një dhe vlerëson, atëherë e runë. E qysh e runë identitetin tonë? E runë identitetin tonë si musliman, duke e njohur fenë islame, duke e praktikuar atë dhe duke i edukuar gjeneratat e reja në këtë fe. Proruje identitetin islam familjen tonë. Duke edukuar veten dhe familjen, fëmijët duke kriju një personalitet të fortë të muslimanit. Pashtu, ruje identitetin në xhami, duke i pru fëmin, duke i lidh veten me xhamin. Ruje identitetin tonë edhe në biznes e në punë atje, duke bë punë të ndershme, duke u sill me njerëz të mirë, kështu e ruan identitetin tonë. Nëse ti nuk i përmbash Islamit, nëse ti i thën rregullat e Islamit, atëherë ti ki më bë mjet që tjerë të përqesh. Atëherë ki më bë ti me tort morë me thonë që je musliman. Me po nëse ti jeni praktikues i vërtet, e njeh mirë Islamin, e jo me do emna, s'ka lënë të keqe pa ja vesh Islamin, me terrorizëm atje, çdo formë, çdo gjë të ultë mundu me ja vesh Islamin. Mirë po, me këtë gjendje dopt që pranojmë që muslimanët sot janë në shumë vende të botës, edhe këtë qëndrimi i fortë dhe i fuqishëm i Islamit tregon për pozitën që ka feja Allahut Azza wa Jall edhe në shoqëri. Paramendo sikur Islami të jetë i fuqishëm, ose sikur Islami të jetë super fuqi, edhe ka qenë periudha gjatë historisë,
po ka qenë shembull i mirë, i drejtësisë, i udhëzimit për njerëz, i të mirës për njerëz. Jo shembull i pa drejtësive, i standardeve të shumë fishta. Ti kthehemi te mëson. Pra, ruje identitetin tonë o robi Allahut. Për arsye se për këtë, ki përgjithësi para Allahut te bareke ve taala, jo me u tregu me ndjemall para tjerëve pse je musliman. Jo. Mirë po me dëshmu këtë begati, këtë mirësi që Allah ta ka dhënë ka udhëzu ti je robi Allahut, ti je musliman. E pastaj, nëse ti nuk e ruan këtë identitet, nëse ti e humb këtë identitet, dije që kjo ka pasoja të mëdha, të pariparueshme. Thot Allah subhanahu wa taala në Kur'an: "Wa la takunu kalladhina nasu Allaha fa ansahum anfusahum." Mos u bëni sikur ata që harrun Allahun, e Allahu bani që ata ta harrojnë veten e tyre. Pra jeto si musliman, vdes si musliman, dil para Allahut ditën e gjykimit faqe e bardhë si musliman, do ta kesh ndihmën e Allahut, shpërblimin dhe shpëtimin e tij. Amo nëse ti harron fenë e Allahut, e humb identitetin tënd, si ndëshkim Allahu do të harron ditën e gjykimit, pra nuk do të jesh mesin e atyre që Allahu do t'i shpëton, mesin e atyre që Allahu do t'i ndihmon, mesin e atyre që Allahu te bareke ve taala do t'i shpërblen me xhenet. E ka harru Allahun, mendon që Allahu me shpërblen ata që se harrojnë Allahun, ata që se harrojnë identitetin e tyre, ata që nuk e harrojnë këtë begati dhe këtë madhështi të qenit musliman. Atër porosia e fundit është vetë fjala Allah subhanahu wa taala: "Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun." O ju besimtar, kini frikë Allahut ashtu siç duhet, pra me frikë të vërtet, dhe mos vdesni ndryshe përveç si musliman. Wa akhiru dawana an alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Gjithëherë falenderojmë Allahun azza wa jall. Salavat dhe selam e dërgojmë mbi të dërguarin tonë. Vëllezër të nderuar, na do ta pranojmë që nuk është e lehtë me rujt identitetin tonë. Me rujt identitetin tonë të qenit musliman, sidomos këtë kohë sot, ku bëhet një luftë e egër kundër islamit. Ku bëhet një luftë e egër kundër identitetit të muslimanëve. Ku bëhet luftë e madhe dhe vendin tonë që mundon me ndru identitetin edhe të vendit komplet, me paraqit si një vend jo islam. Ku mundohen atje të bëjnë kisha dhe vende ku nuk është asnjë krishter. Çka i thonë kësaj? A është feja ajo? Ku isha shiqare prej bisedave dhe dialogeve të ty që mas pokt ata janë krishterë, se nuk e përfaqësojnë krishterimin, as nuk kanë shpirt të krishterimit. Mi po shihet që në interesa të ndryshme, e që realisht një nga synimet kryesore është luftimi i islamit. Armikut nuk të lufton vetëm me armë. Ai të lufton në aspekte të ndryshme, një prej tyre edhe me ta humbi identitetin tënd. Edhe me të luftuar në mënyrën çështë ti mendon. Përderisa muslimani duhet të mendoj si musliman, duhet të flasë si musliman, duhet të jetoj si musliman, ai këto ta lufton. Se ti duhet me qenë musliman çu duani. Ose duhet komplet një luftë që me ndru identitetin e një vendi dhe një populli. Andaj nuk është e lehtë kjo, po mos harrojmë se kemi më të madhin Zot në vete. E ai që është i sinqert me Allah nuk do të humb kurrë. Dhe secili prej neve ka përgjegjësinë e vet, në fushën e vet, në vendin ku jeton, aty ku ndjen përgjegjësi dhe ka aftësinë me mbrojt identitetin islam. E ka obligim me dhon kontributin e vet dhe pjesën e vet. Se ne edhim, a shiqare shefen organizata të ndryshme, qëllime të ndryshme, atje ne e përmenëm edhe në hutbën e kalume nëse nuk gaboj. Atje ministre e shtetit Serbisë qohet dhe thret me i prej qytetarët shqiptarët në Kosovë. Asnjë zokush nuk e flet në aspektin ndërkombëtar.
Atje do villa, do diçka prishin pa leje, quhen Kombet e Bashkuara. Jo, na pedim ku është drejtësia, ku janë kanaret, po mos prit prej njerëzve të pa drejt drejtësi. Po, duhet ta mbrojsh vetë me mundësinë që ki. Kena po sfida edhe më të mëdha, dhe kemi të i kalu. Ka ndoshta me na shfaro skret, o të i kalu. Edhe do me thonë që nuk kanë synime prap. Mirë, po kjo nuk bën me na bot fort, s'duhet as dobësohemi, e as të mërzitemi të pikëllohemi, përderisa je musliman dhe je besimtar. Allahu na forcoft, Allahu na udhëzoft në rrugën e tij. Allahu na përmirësoft gjendjen tonë. Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.